Faleminderit për pyetjen. Unë ju garantoj ju se ky njeri, si çdo diktator tjetër, është i aftë të marrë çdo vendim për të shpëtuar lëkurën e tij. Mbi Edi Ramën rëndojnë krime monstruoze, vjedhje të qindra dhe miliarda euro, vjedhje të pasurive publike të pafundme, rëndojnë bashkëpunimi me kartelet që transportojnë çdo vit qindra e qindra tonelata kokain drejt Europës, Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera. Më lejoni të rikujtoj vetëm një moment. Në dosjen e Franz Çopjas, që ishte para këtyre Gjika Dizdari Aliaj, ndër të tjera shkruaj se një personazh me mbiemër Roboza në Paraguay dispononte në vit 350 tonelata drogë, kokain, dhe bashkëpunonte me 41 grupe shqiptare të trafikut të drogës. Njëri për i cilave ishte Franz Çopja, që kishte siguruar për i tij 28 tonë. Që të gjitha këto është fakturë sot, se bashkohen në bashkëpunimin e ngushtë me Edi Ramën dhe qeverinë shqiptare. Sepse këtu droga shtrohet në beton, betoni shtrohet në para dhe drogë përsëri. Parajsa e larjes parave është sot Shqipëria në Europë, mbasi ajo e ka treguesin e ndërtimit 3 herë më të lartë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian dhe ka çmimet ndër më të lartat në Europë, pikërisht për shkak të narkoeurove.